që vazhdoni të jeni akoma në diskutime shumë të zjarta, të cilat nuk kanë pushuar as edhe një sekond të vetme gjatë këtyre 20 minutave që ne ishim në reklama edhe hëngrëm diçka që na porositi Monika te Fudini. Juve vazhdoni aty të diskutoni me një lloj energjie të pashtershme. Por tani do të flasim për diçka tjetër. Do t'i rikthejmë edhe një herë asaj që diskutuam në fillim. Ati countdownit të famshëm të këtyre ditëve. Kam diçka që është për ju aty brenda, por njëkohësisht po aq e rëndësishme edhe për ata që po na ndjekin nga ekrani. Është momenti të zbulojmë se për çfarë ka qenë countdowni i gjithë këtyre ditëve. Dhe siç e zbuluat, bëhet fjalë për Jet Bank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri. Jet Bank sapo ka hapur listën e pritjes për herë të parë. Shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, kudo në diaspor, do të kenë mundësinë të regjistrohen në listën e pritjes dhe mund të bëhen pjesë e bankës së parë shqiptare digjitale, duke përfituar gjithashtu bankim falas për jetë, siç e zbuloi Edisa atë gjën që nuk ka as tarifa as një gjë, shumë e mirë për qenë e vërtet, po me sa duket është e vërtet. Si ndodh kjo? Ua shpjegoj unë sapo u regjistrova gjatë publicitetit, isha i pari që ti kuptoni konkretisht hapat që duhet të ndiqni siç jeni me celular, juve që po na ndiqni nga ekrani, futuni tek profili im ose tek profili i Big Brother Albania në Instagram, ku do të gjeni videon shpjeguese. Regjistroni sepse ky është momenti që nuk vjen dy herë. Ata që hynë të parët në këtë listë kanë shumë përfitime. Për çdo informacion tjetër, kërkoni në website jet.bank. Shkruhet me j, jet.bank. Jet Bank ka përfitime edhe për juve aty brenda, po do t'ja u them pas pak. Po, gjatë këtyre ditëve që countdowni shfaqej në LED, ju keni patur ato sfidat emocionalisht të lodhshme, të vështira, ndonjëherë sepse ishin njerëz shumë të afër, ndonjëherë sepse ishin njerëz ose kafsh që nuk i prisnit e të tjera me radhë. Emocione shumë të forta na keni dhuruar gjatë këtyre 4 ditëve, ju thash, keni qarë më shumë se sa 99 ditë bashk dhe keni qeshur gjithashtu shumë. Por, duhet thënë që përgjithsisht i keni respektuar me rigorozitet më shumë se çdo edicion tjetër të Big Brother ndonjëherë. Sfida e mos reagimit që ka gjithashtu edhe një shpërblim financiar të cilin do t'ua them vetëm pas pak, ka qenë shumë e bukur dhe ju ftoj ta ndjekim të gjithë së bashku. Banor, sot në ekranin e shtëpisë do të shfaqet një countdown. Fundi i këtij countdown do të sjellë një risi për të gjithë, por edhe disa benefite për ju si banor të këtij edicioni. Për të përfituar këto benefite, ju do të përballeni me të famshmen sfidën e mos reagimeve. O Mali! Selin, unë e ti nuk mund të rrim shumë afër. Kur pret bigu, kur nuk i thuhet jo. Se kemi pasur këtë ditë me mamën e Nikodit, të vërtetën e dim unë dhe Nikod. Selin! Pak prap ti ngacmoj, aty ku i kisha ngacmimet me gjithë. Selin, Bollati, ta jep të favor. Imagjino fjallën e mirë kur ti e do dhe e dëgjon. Imagjino të ndjesh në jetë se ty gjik vërtet dikush të do. Dhe mos harrojo jo se kisha ditë që me ty do flija. Qa tersi kom që të kom shie. Shumë tersi më. Gaz gjike! Nuk e di, emocionet janë tjerë zakonisht.
Mos ka që na nuk kena atë ti voglio bene. Ram sam sam. U parë zote mos më të rrugë, ishte parë krejtëram se si shoftë. Lutem. Një mërzika? Po themu që i krevat shti? 5 goca jeni. Omret, e vërdori që fjallën omret më shumë Mateo. Është shumë ndryshe nga ekrani, por është një gjë komplet tjetër këtu brenda. Është dritë të tasë për ty e sa pra normale. Që i ke më e bukur nga afër, e kuptoj tani pse ke vlla im ka kaq shumë qejf. Ditë kërcesh ti Selin balet? Mos kërce pare plotësojnë ato, neve prap do fitojnë. Ato na bëni që të humnin, po neve fitovëm. Verdite, gjena i mire, e duashim. Ti më fletë gjumë. Ti rjurë. Rehe. Unë jam kunata e zotit Bomba. Kam bështet dukat të 3 për një gjithë kohës. E njësa, do të them kemi shumë krenar për ty. Vazhdo kështu, kënaqu dhe shijoje këtë eksperiencë sepse është unike. Hey Mike, what's up? E nisi këtu, vazhdon sa me përshëndet, je shembull për kulturë, qetësi, shëmon. Hajde se s'jam pak pakarona. Viuela. Do më ngarë me vëllit. Se kësha po shumë më të qikën të amë, si kësha morë modë një njerë, kësha morë modë për të shumë. Banor, sfida e countdownit sot vijon me një tjetër angazhim tuaj pa e ndërprer lojën e reagimeve. Në për shtëpi jam fshehur 6 fjalë, ju duhet t'i gjeni këto fjalë. Pasi t'i keni gjetur, do të duhet t'i vendosni në një fjali në tavolinën që gjendet në living. Bank digjitale është një. Bank digjitale dhe një që të falas. Bank falas për jetë dhe 100% digjitale.